Të rinjt janë burimi më i madh i shtetit për krijimin e një shoqërie më të zhvilluar dhe më stabile, si dhe për përmirësimin e standardit të jetesës, deklaroi ministri për marrëdhënien ndërmjet bashkësive Agon Ferrati në panel diskutimin kushtuar 25 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit. Ferrati theksoi se ky jubilej nuk duhet të jetë vetëm një kthim pas në të kaluarën, por edhe një mundësi për të diskutuar për të ardhmen dhe sfidat që e presin vendin. Nëse kemi mos funksionim të sistemit, nuk do me thonë që ne duhet t'ja hudhim fajt një palës tjetër që nuk e njohim edhe aq mirë. Sepse në zonat ku ka popullsi të përzierë etnike me shumë bashkësi, kanë mundësi qytetarët ta njohin njëri tjetrin. Mirë po në zonat të cilat kanë më pak mundësi të takojnë pjesëtarë të komuniteteve tjera, nuk arrin të kuptojnë siç duhet vlerat. Për përdorimin e gjuhës shqipe, bashkëkryetari i Vlenit, kryetari i Çajirit Izet Mexhiti tha se aty ku shfaqen pengesa në përdorim, duhet të krijohen zgjidhje juridikisht të qëndrueshme që e bëjnë këtë të drejtë funksionale në praktik. Mexhiti theksoi gjithashtu rëndësinë e investimeve infrastrukturore, duke veçuar korridorin 8, i cili lidh Kumanovën me Shkupin. Sipas tij, ky është një shembull konkret se si infrastruktura ndikon në zhvillimin ekonomik. Qeveria ka miratuar zgjedhjen ligjore për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, duke ngritur këtë çështje nga niveli një mekanizmi administrativ në nivelin e rregullimit ligjor. Kjo është një diferencë thelbësore, sepse një mekanizëm mund të ndryshohet, mund të keqpërdoret dhe mund të varet nga vullneti i një institucioni. Një parim i vendosur në kornizë ligjore fiton qëndrueshmëri, përgjegjësi institucionale dhe instrument për zbatimin e tij. Bashkëkryetari i Vlenit, kryetari i TTOV-s Bilal Kasami, theksoi se forcimi i komunave me avancimin dhe decentralizimin fiskal, financimi i drejtë dhe përfshirja më e madhe e qytetarëve në vendimarrje janë të domosdoshme për demokraci funksionale. Kasami tha se marrëveshja e Ohrit duhet të zbatohet dhe avancohet, dhe këtë, siç potencoi, e bëjnë me sjelljen e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Marrëveshja e Ohrit është një marrëveshje për ndërtim të shtetit. Pra nuk është një marrëveshje për ndarje të shtetit. Maqedonia vazhdon në bazë të kushtetutës dhe bazuar mbi parimet e marrëveshjes së Ohrit të jetë një shtet unitar, por me një kompromis përsëri në interes të shtet ndërtimit që të përforcohet decentralizimi. Sipas ministrit të punëve të jashtme Tim Çomucunski, vendi ynë është i pjekur për t'i kapërcyer vijat etnike dhe për të ndërtuar një shoqëri të vërtet civile që është e fokusuar kryesisht në sfidat e shekullit të 21 dhe kohës në të cilën jetojmë. Ministri theksoi se debati i sotëm nuk ka për qëllim të shikojë prapa në vitin 2001, por më tepër të përgjigjet në pyetjen se çfarë lloj vendi duam të kemi në vitin 2051. И тука моја најголема грижа, ако ме прашувате која е моја најголема грижа од политичка гледна точка во нашето општество, е дека се уште постојат поединци и политички субјекти, пред се политички партии кои што се обидуваат да се наметнат како сопственици на една заедница, по етничка линија. Në këtë panel diskutimi me rastin e 25 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit të organizuar nga Ministria për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, folën edhe profesorë, ekspert, ish diplomat, politikan dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.